Në Qendrën për Kulturë në Gostivar, mbrëm u përmbyll edicioni 20 jubilar i Kolonisë Ndërkombëtare të Artit, e cila tradicionalisht organizohet nga shoqata e artistëve figurativ Draodakum. Në kuadër të ditëve krijuese, 35 artistë nga vendet të ndryshme të botës si Maqedonia, Shqipëria, Turqia, Serbia, Kosova, Kroacia, Gjeorgjia, Austria dhe SBA kanë realizuar punimet e tyre, të cilat mbrëm u ekspozuan para publikut artëdashës. Kryetari Draodakum gjatë hapjes solemne të natës finale, ndër të tjera theksoi rëndësinë e këtij përvjetori si dëshmi e vazhdimësisë dhe përkushtimit ndaj artit. Ai përshëndeti të gjithë ata që e kanë ruajtur gjallërinë e kësaj kolonie ndër vite. Për 2 dekada me radhë, kjo koloni ka qenë jo vetëm një takim i rëndësishëm artistësh nga shumë vende, por edhe një hapësirë e lirë krijimi, bashkëpunimi dhe frymëzimi ndërkulturor. Sot, ajo është bërë simbol i vazhdimësisë, pasionit dhe artit dhe identitetit kulturor të qytetit tonë. Me këtë rast, duhet të shpreh falënderim më të sinqert për të gjithë artistët pjesëmarrës, të cilët me punën e tyre, shpirtin dhe talentin e tyre i dhanë jetë këtij edicioni dhe kësaj ekspozite. Falenderojmë sponsorët, institucionet dhe partnerët që me përkrahjen e tyre e mundësuan vazhdimin dhe zhvillimin e kësaj kolonie. Një falënderim të veçantë për të gjithë ish-kryetarët e shoqatës dhe organizatorët e mëparshëm të kolonisë, të cilët me përkushtim, vullnet dhe vizion ngritën këtë ngjarje në nivelet e larta ndërkombëtare dhe vendosën themelet mbi të cilët ne sot po ndërtojmë. Fjalim para të pranishmëve mbajti edhe kryetari i komunës së Gostivarit Valbon Limani, i cili u shpreh i lumtur që kolonia po ruan traditën e organizimit ndërsa theksoi rëndësinë e saj për zhvillimin e kulturës në qytet. Është kënaqësi e veçantë që jem këtu sonte së bashku me të gjithë ju me kaq artistë në qytetin tonë të Gostivarit në edicionin e 20 të kësaj kolonie. 20 vite me radh këto artistë punojnë pa ndërprerje dhe me përkushtim për ta mbajtur gjallë artin në qytetin tonë dhe për këtë jam faleminderues pafundësisht. Me këtë ato kultivojnë artin dhe identitetin ton, edhe kombëtar, por edhe trashëgimin ton dhe i japin një dimension tjetër shoqërisë ton dhe qytetit të Gostivarit. Unë si përfaqësues i komunës së Gostivarit dhe si kryetar, gjithmonë do të jem krah jush dhe me aq sa mundemi do të përkrah aktivitetet e këtilla. Pjesë e ekspozitës për herë të parë me një pikturë janë bërë edhe fëmijët me nevoja ndryshe nga shoqata Bashkarisht Mundemi. Ata u paraqiten me një natyrë të bukur që në fokus të saj është dielli që ndriçon e që përcjell mesazhin se drita e tyre nuk shteron asnjëherë, nëse atyre ju jepet hapësira dhe rëndësia e duhur në të gjitha aktivitetet e shoqërisë. Shoqata i nderoi ata me mirënjohje, ndërsa edhe ata u akthyen mirënjohjen duke i falenderuar për mesazhin e fuqishëm që dhanë bashk për përfshirje dhe barazi në këtë ngjarje madhore të artit figurativ në Gostivar. Certifikata mirënjohjeje u ndan edhe për të gjithë artistët pjesëmarrës, veprat e të cilëve do ta begatojnë fondin e shoqatës së artistëve figurativ Draodakum, e cila tashmë me kujdes ruan veprat e artistëve me famë botërore që kanë lënë pjesë të shpirtit të tyre në veprat që kanë krijuar ndër vite në Gostivar. Kolonia Ndërkombëtare e Artit Gostivari 2025 u organizua me mbështetje të Ministrisë së Kulturës, Komunës së Gostivarit, Qendrës për Kulturë dhe donatorëve të tjerë.